Qyteti ishte zgjuar herët atë mëngjes, por Vareza qëndronin ende në një heshtje të dendur, si një det i ngrirë ku edhe fryma dukej se duhej të kërkonte leje për të kaluar. Qielli kishte një ngjyrë gri të butë, jo kërcënuese, por të lodhur, sikur edhe ai të kishte parë shumë mëkate njerëzore dhe të ishte dorëzuar për t'i gjykuar. Gjethet e thata rrinin të shpërndara mbi rrugicat e ngushta mes varreve, të palëvizshme, si kujtime që askush nuk kishte forcë t'i largonte. Ai erdhi pa eskort, pa shofer, pa asnjë nga shenjat që zakonisht e shoqëronin emrin e tij kudo në botë. Vetëm një makinë e errët e zakonshme, e parkuar pak më larg se zakonisht, dhe një burr i gjatë, i veshur thjesht, që ecte ngadalë sikur çdo hap të peshonte më shumë se pasuria e tij e tërë. Emri i tij ishte i njohur në çdo kontinent, por këtu nuk kishte asnjë kuptim. Në këtë vend, mbi mermerin e ftohtë, titujt shuheshin. Miliarderi ishte bërë i tillë duke ndërtuar, duke blerë, duke marrë. Por tani ndjente se gjithçka që kishte fituar ishte më e lehtë se ajri përballë një humbjeje që nuk kishte çmim. Vajza e tij, një emër i gdhendur në gur, një datë lindjeje, një datë vdekjeje dhe një hapësirë vogël mes tyre që përmbante gjithë universin e tij. Ai ndaloi para varrit pa u ulur. Nuk ishte sjell lule këtë herë. Kishte ardhur shumë herë më parë me buqeta të shtrenjta, me kurora që kushtonin sa paga vjetore e dikujt, por sot nuk kishte asgjë në duar. Vetëm një peshë në kraharor dhe një lodhje që nuk largohej kur. Vajza e tij kishte vdekur shumë vite më parë, por dhimbja nuk ishte zvogëluar. Vetëm ishte bërë më e heshtur, më e rafinuar, më e thellë. Si një plagë që nuk gjakos më, por nuk mbyllet kur. Ai kishte vazhduar jetën kompanit, investimet, marrëveshjet, por gjithçka ishte bërë mekanike. Njerëzit i flisnin dhe ai dëgjonte, por rrallë dëgjonte vërtet. Teksa qëndronte aty, vurire diçka që nuk i kishte rënë kurrë në sy më parë. Pak metra më larg, pranë një varri të vjetër, ishte një burr tjetër. I veshur me rroba pune, me një jelek të zbehtë dhe çizme të përdorura. Në dorë mbante një fshesë dhe një kofë plastike. Një pastrues varrezash, nga ata që zakonisht bëhen pjesë e peizazhit dhe nuk i vëre askush. Por këtë herë, pastruesi nuk po pastronte. Ai ishte ulur në gjunjë me shpinën paksa të kërrusur dhe përpara tij ishte një vajzë e vogël. Ndoshta 5 apo 6 vjeç. Vajza kishte flokë të errët, të lidhur shkujdesur dhe mbante një xhup pak më të madh se trupi i saj. Fytyra e saj ishte e mbështetur në gjoksin e burrit dhe shpatullat e vogla i dridheshin lehtë. Miliarderi nuk dëgjoi zëra. Nuk kishte britma, nuk kishte vaj. Vetëm një qetësi e çuditshme, e rëndë, që e bëri skenën edhe më të fortë. Pastruesi po çante. Lodhët i rritnin pa zhurmë, duke u përzierë me pluhurin dhe djersën e ditës. Një burr që kishte parë vdekjen çdo ditë të jetës së tij, duke pastruar pas saj, duke e bërë të duket më e rregullt, tani ishte thyer. Miliarderi ndjeu një shqetësim të brendshëm, një lloj faji të paqartë. Ai kishte ardhur për dhimbjen e tij, për varrin e vajzës së tij, dhe pa pritur po shihte dhimbjen e dikujt tjetër, shumë më afër tokës, shumë më të zhveshur nga çdo mburoje. Ai deshi të largohej, të mos përfshihej. Ishte mësuar të mos përfshihej, por këmbët nuk ju binden menjëherë. Shëndroi aty, paksa i fshehur pas një selvi, duke vëzhguar pa dashur të shihte. Vajza e vogël ngriti kokën për një moment dhe fshiu syt me mëngën e xhupit. Pastruesi i kaloi dorën mbi flok me një kujdes që nuk mësohet, por lind nga mungesa. Ishte një prekje e thjeshtë, por brenda saj kishte gjithë botën e një njeriu, që nuk kishte asgjë tjetër për të dhënë veç vetes. Miliarderi mendoi për vajzën e tij, për mënyrën se si e mbante dorën kur ishte e vogël, për premtimet që i kishte bërë dhe që koha ja kishte marrë pa i kërkuar leje, për momentet që kishte humbur, duke ndjekur diçka që tani nuk kishte më asnjë kuptim. Një erë lehtë kaloi mes varreve, duke lëvizur gjethet dhe duke sjellë një ndjesi të ftohtë. Ai u ndjej i zhveshur, sikur dikush po e shikonte nga brenda. Për herë të parë pas shumë vitesh, nuk ndjeu nevojën të kontrollonte asgjë. Pastruesi u ngrit ngadalë, duke e ndihmuar vajzën të qëndronte në këmbë. Vajza mbajti fort dorën e tij, sikur po mbahej pas diçkaje që mund të zhdukej në çdo çast. Ata qëndruan përballë një varri të thjeshtë, pa shumë dekorime. Një emër i gdhendur cekët, i zbehur nga koha. Miliarderi kuptoi se kjo nuk ishte një vizitë rastësishme. Kjo ishte një rutinë. Një dhimbje që përsëritej, ashtu si e tia, por pa luksin e privatësisë, pa heshtjen e mureve të larta. Ai ndjeu një shtysë të çuditshme. Jo keqardhje, jo mëshirë, diçka më e thellë. Një ndjesi së dy botë që nuk do të duhej të takoheshin kurrë, ishin përplasur në vendin e vetëm ku të gjithë ishin të barabartë. Ai bëri një hap përpara, duke shikelur mbi gjethet e thata që kërcitën lehtë nën këpucët e tij. Tingulli ishte i mjaftueshëm që pastruesi të kthente kokën. Sytë e tij ishin të skuqur, por jo të turpëruar.
Ishin si dhe dikujt që nuk ishte më energji të fshihej. Ata u pan për një moment të gjatë. Dy burra nga skajet të kundërta të botës, të lidhur nga njëjta humbje, edhe pse nuk e dinin ende, miliarderi nuk foli. As pastruesi. Vajza e vogël I vështroi të dy e hutuar, duke ndjerë se diçka e rëndësishme po ndodhte, edhe pse nuk mund ta kuptonte. Në atë heshtje, diçka filloi të ndryshoje. Jo në Vareza, jo në qytet, por brenda një njeriu që kishte menduar se gjithçka kishte mbaruar shumë kohë më parë. Dhe kjo ishte vetëm fillimi, ai qëndroi ende aty, pa e ditur saktësisht pse nuk po largohej. Kishte kaluar gjithë jetën duke ditur saktësisht kur të hynte dhe kur të dilte nga çdo situatë, duke ndjerë instinktivisht momentin kur një takim kishte mbaruar, kur një marrëveshje ishte mbyllur, kur një njeri nuk kishte më vlerë për rrugën e tij. Por ky vend, kjo heshtje dhe këta dy njerëz të panjohur nuk I bindeshin asnjë prej rregullave që kishte ndërtuar për veten. Pastruesi uli syt I pari. Jo nga turpi, por nga lodhja. U kthye pak nga vajza e vogël dhe I rregulloi gjupin, sikur ajo të kishte nevojë për mbrojtje edhe nga vështrimet. Vajza vazhdonte të mbante dorën e tij me forcë, dhe kjo prekje e thjeshtë e goditi miliarderin më fort se çdo fjalë. Ai kujtoi se si vajza e tij dikur e shtrëngonte dorën e tij në rrugë, me një besim të verbër që asgjë e keqe nuk mund të ndodhte sa koha ishte aty. Ai besim kishte qenë një përgjegjësi që nuk e kishte kuptuar plotësisht atëherë. Vetëm tani, në mungesë, e ndjente peshën e saj, ai u afrua edhe pak, jo shumë, vetëm sa për të mos u dukur sikur po fshihej. Gjethe kërcitën sërish. Pastruesi ngriti syt për herë të dytë dhe këtë herë I mbajti. Në to kishte diçka që miliarderi e kishte parë shpesh në sytë e njerëzve të zakonshëm, por rrallë e kishte pranuar, një dinjitet I heshtur I pathyeshëm që nuk kishte nevojë për asnjë miratim. Varezat vazhdonin të ishin të qeta, por ajri dukej më I rënd, sikur po mbante frymën bashkë me ta. Miliarderi ndjeu një impuls të çuditshëm për të thënë diçka, çfarë do qoftë, vetëm për të thyer murin e padukshëm që ishte ngritur mes tyre. Por fjalët nuk I vinin. Nuk kishte fjalë që të mos tingëllonin të rreme në atë vend. Pastruesi u kthye nga varri pranë të cilit kishte qenë ulur. Ai var nuk kishte madhështi. Nuk kishte mermer të shtrenjtë, as lule të freskëta. Vetëm një gur I vjetër, pak I qarë në cep, dhe një emër gruaje që koha po e fshinte ngadalë. Vajza e vogël u afrua edhe më pranë gurit, sikur të donte të futej brenda tij. Miliarderi e kuptoi pa pasur nevojë për shpjegime. Ky burr nuk ishte thjesht një pastrues. Ky ishte një baba që kishte humbur gjithçka përveç një fëmije dhe që tani po përpiqej ta mbante botën të bashkuar me duart e tij të lodhura. Ai ndjeu një ndjesi faji që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. Jo për atë që kishte bërë, por për atë që kishte pasur. Për faktin që dhimbja e tij kishte qenë gjithmonë e mbështjellë me komoditet, me hapësirë, me kohë për ta jetuar vetëm. Ndërsa ky njeri e ndante dhimbjen e tij me pluhurin, me punën, me sytë e fëmijës së tij që kërkonin përgjigje. Miliarderi hodhi një vështrim të shpejtë drejt varrit të vajzës së tij. Emri I saj ishte gdhendur thellë, I pastër sikur të ishte bardhje. Ai kishte paguar që guri të ishte I përkryer, që shkronjat të mos zbeheshin kurrë. Por çfarë vlere kishte kjo, kur vajza nuk ishte aty për ta parë? Një mendim I padëshiruar I kaloi nëpër kokë, ndoshta dhimbja e vërtet nuk matej me atë që humbje, por me atë që mbetej për të jetuar pas humbjes. Pastruesi mori fshesën dhe kovën, duke u përpjekur të rifillonte punën, sikur momenti I dobësisë të mos kishte ndodhur. Vajza e vogël e la dorën e tij për një çast dhe ul pranë varrit, duke mbledhur disa gjethe dhe duke I vendosur me kujdes mbi gur, një nga një, me seriozitetin e një rituali që vetëm fëmijët mund ta kenë. Miliarderi e pa këtë skenë dhe ndjeu një thik të mprehtë në kraharor. Vajza e tij kishte bërë diçka të ngjashme një herë, shumë vite më parë, në varrin e një të afërmi. Ai kishte qeshur atëherë, e kishte quajtur lojë fëmijësh. Tani e kuptonte se ajo kishte qenë mënyra e saj për ta kuptuar vdekjen. Ai bëri një hap tjetër përpara, këtë herë më I vendosur. Pastruesi e vuri re dhe u ndal. Sytë e tyre u takuan sërish. Nuk kishte armiqësi as frikë, vetëm një pritje e qetë. Miliarderi ndjeu se nëse largohej tani, diçka do të mbyllej përgjithmonë. Jo një histori, por një derë brenda tij që ishte hapur për herë të parë pas shumë vitesh. Ai qëndroi aty, në mes të varreve, pa e ditur se ky takim I heshtur do të shndërrohej në një lidhje që do t'i ndryshonte jetën rrënjësisht. Ai ende nuk e dinte emrin e pastruesit. As pastruesi nuk e dinte kush ishte ai në të vërtetë. Por kjo mungesë informacioni ishte pikërisht ajo që e bënte momentin të pastër. Era u ngri pak më fort, duke përkulur degët e Selvis mbi ta. Diku largu dëgjua zëri një kambane. Koha vazhdonte të ecte, pa u shqetësuar për dhimbjet njerëzore. Por për herë të parë pas shumë kohësh, miliarderi ndjeu se edhe ai po ecte me të. Miliarderi nuk u largua atë ditë menjëherë.
Shëndroi edhe pasi pastruesi rifilloi punën, edhe pasi vajza e vogël ul mbi një gur dhe filloi të vizatonte forma të pakuptimta mbi dhe me një degë të hollë. Ai qëndroi si një hije e padukshme, i pranishëm por jo ndërhyrës, sikur trupi i tij të ishte aty, por mendja të kishte hyrë në një hapësirë tjetër shumë më të thellë. Në vitet e tij të rinis, ai kishte mësuar të mos ndalonte kurrë. Lëvizja kishte qenë mënyra e vetme për të mbjetuar, për të ndërtuar, për të ikur nga varfëria që e kishte ndjekur si një mallkim familjar. Kishte ikur nga një shtëpi e vogël, nga një baba i ashpër dhe një nën që kishte plakur para kohe, me një premtim të heshtur se një ditë asgjë nuk do t'i mungonte më. Dhe për një kohë të gjatë, kishte menduar se e kishte mbajtur atë premtim. Por ajo që kishte ndërtuar ishte një botë e ftohtë, e saktë e pamëshirshme. Një botë ku gjithçka kishte vlerë, përveç gjërave që nuk mund të mateshin. Vajza e tij kishte qenë përjashtimi i vetëm, e vetmja gjë që nuk i ishte nënshtruar planeve, orareve dhe strategjive. Ai e kujtoi ditën kur e kishte mbajtur për herë të parë në krah. Një foshnjë e vogël e brisht që kishte hapur sytë dhe e kishte parë sikur ai të ishte i gjithë universi. Në atë moment kishte ndjer frikë, jo frikën e humbjes së parave apo pushtetit, por frikën e përgjegjësisë për një jetë që nuk i përkiste vetëm atij. Koha kishte kaluar shpejt, shumë shpejt. Ai kishte qenë i pranishëm fizikisht, por shpesh i largët, udhëtime, mbledhje, kontrata. Gjithmonë kishte menduar se kishte kohë, se një ditë do të ndalonte, se një ditë do të ishte më shumë aty. Por koha nuk ishte pritur. Sëmundja kishte ardhur pa paralajmërim, si një furtunë e heshtur. Mjekët, klinikat më të mira, trajtimet më të shtrenjta. Ai kishte hedhur para mbi dhimbjen sikur ajo të ishte një problem që mund të zgjidhej me mjaftueshëm zero. Por kishte gjëra që nuk shiten dhe nuk blihen. Vajza e tij kishte ikur ngadalë, me një qetësi që e kishte tmerruar më shumë se çdo britmë. Ai kishte qenë aty në fund. Këtë nuk ja mohonte vetes, por kishte qenë vonë për gjithçka tjetër. Ndërsa qëndronte në varreza dhe shite pastruesin të fshinte gjethet, ai ndjeu një lidhje të çuditshme mes të shkuarës së tij dhe së tashmes së këtij njeriu. Edhe pastruesi po pastronte pas vdekjes, por ndryshe nga ai, nuk kishte luksin të largohej nga ajo kur donte. Vdekja ishte bërë pjesë e punës së tij, e ditës së tij, e jetës së tij. Pastruesi punonte ngadalë, me një kujdes që nuk i ngjante thjesht një detyrë. Ai nuk lëvizte asgjë pa e vëzhguar më parë, sikur çdo gur, çdo lule e tharë, çdo emër mbi mermer të kishte një histori që duhej respektuar. Vajza e vogël herë pas here e ndiqte nga pas, herë ndalej, herë i fliste diçka në vesh, pa u dëgjuar nga askush tjetër. Miliarderi e kuptoi se kjo vajzë nuk ishte thjesht një fëmijë që shoqëronte baban në punë. Ajo ishte arsyeja pse ai burr ngrihej çdo mëngjes. Arsyeja pse vazhdonte të merrte frymë në një botë që i kishte marrë gruan. Ai ndjeu një shtrëngim në kraharor. Pas vdekjes së vajzës së tij, shtëpia ishte bërë e padurueshme. Dhoma e saj kishte mbetur e paprekur për vite, si një muze i dhimbjes. Ai nuk kishte pasur forcë ta ndryshonte, por raste jetonte aty. Kishte filluar të udhëtonte edhe më shumë, duke u fshehur pas punës, pas hoteleve luksoze, pas takimeve të pafundme që e mbanin larg vetes. Ndërsa pastruesi dhe vajza e vogël përgatiteshin të largoheshin nga varri i thjesht, miliarderi ndjeu se momenti po i ikte. Se nëse nuk bënte diçka tani, gjithçka do të mbetej thjesht një kujtim i paqartë, një ndjesi që do të zbehej si shumë të tjera. Ai u afrua edhe një herë. Këtë herë nuk u fsheh pas se lviz. Hapi i tij ishte i qartë, i vendosur. Pastruesi u kthye dhe e pa. Vajza e vogël u ndal dhe e vështroi me një kurreshtje të pastër, pa frikë. Miliarderi ndjeu një lloj dridhjeje të lehtë. Nuk ishte mësuar të ndjente hezitim përballë njerëzve. Por ky nuk ishte një takim biznesi. Ky ishte diçka tjetër. Diçka që nuk ishte skenar. Ai ndaloi disa hapa larg. Nuk ju afrua më shumë se ç'duhej. Nuk donte të pushtonte hapësirën e tyre. Ishte një respekt i instinktshëm, pothuajse i panjohur për të. Pastruesi e priti pa thënë asgjë. Sytë e tij ishin të qetë tani, por ende të lodhur. Vajza e vogël e shtrëngoi dorën e tij edhe një herë, sikur të kërkonte siguri. Në atë moment, miliarderi kuptoi se kjo histori nuk kishte të bënte vetëm me humbjen. Kishte të bënte me atë që ndodh pasi gjithçka duket se ka mbaruar. Me mënyrën se si njerëzit e zakonshëm dhe ata që kanë gjithçka përballen me të njëjtën zbrasti. Ai nuk e dinte ende se si do të lidhej jeta e tij me jetën e këtij burri dhe të kësaj vajze. Nuk e dinte se sa thellë do ta ndryshonte ky takim. Por ndjeu, për herë të parë pas shumë vitesh, se diçka brenda tij nuk ishte më e vdekur. Dhe kjo ndjesi sado e frikshme, ishte edhe e vetmja gjë që e mbante ende gjallë. Ai e kuptoi se po i afrohej fundit, jo sepse gjithçka po mbyllej, por sepse gjithçka po merrte formë.
Jeta rallëherë jep shenja të qarta për kthesat e saj, zakonisht janë ndjesi të vogla, pothuajse të padukshme, që grumbullohen derisa bëhen të pamohueshme. Për miliarderin, kjo ndjesi kishte marrë formën e atij burri të heshtur dhe të asaj vajze të vogël, që tani ishin bërë pjesë e mendimeve të tij edhe kur nuk ndodheshin pranë. Ditët që pasuan nuk ishin të bujshme. Nuk pati vendime të menjëhershme, as gjeste të mëdha. Ai u kthye sërish në Vareza, jo çdo ditë, por mjaftueshëm shpesh sa për ta kthyer në zakon. Gjithmonë në orare të ndryshme, gjithmonë pa paralajmërim. Ndonjëherë shiten nga larg, ndonjëherë jo. Por edhe kur nuk ishin aty, prania e tyre duke se kishte mbetur pezull mes gurëve dhe pemëve. Pastruesi nuk e pyeti kur, pse ai burri pa njohur kthehej. Nuk kishte pyetur as për emrin e tij. Në jetën e tij, pyetjet e tepërta kishin qenë gjithmonë luks. Ai kishte mësuar të pranonte atë që vinte, pa e sfiduar shumë fatin. Vajza e vogël, nga ana tjetër, ishte bërë më e guximshme. E përshëndeste me një lëvizje koke, ndonjëherë me një buzëqeshje të vogël, sikur ai të ishte tashmë pjesë e një peizazhi të njohur. Miliarderi kishte filluar të shihte botën ndryshe. Gjërat që dikur I dukeshin të parëndësishme, tani kishin një peshë të re. Një stol I thjesht, një shishe uji, një lodër plastike e harruar pranë një vari. Ishte sikur humbja e vajzës së tij I kishte hequr një shtresë nga syt, por vetëm tani po fillonte të shihte vërtet. Një pasdite, ndërsa dielli po ulej ngadalë dhe hijet po zgjateshin mes varreve, ai I pa duke u larguar. Pastruesi mbante kovën në njërin dorë dhe vajzën në tjetrën. Vajza ecte paksa e lodhur, por nuk u ankua. Ishte mësuar me këtë jetë, me këto ditë të gjata që mbylleshin gjithmonë njësoj. Ai ndoshi me sy derisa dolën nga porta e hekurt. Për herë të parë, nuk ndjeu vetëm dhimbje. Ndjeu një përgjegjësi. Jo një detyrim të imponuar nga jashtë, por diçka që po rritej brenda tij, ngadalë, por me këmbëngulje. Ai filloi të pyes veten se çfarë kishte bërë gjithë këto vite me mundësitë që kishte pasur. Sa jetë kishte prekur vërtet? Sa njerëz kishin ndjer praninë e tij jo si një figurë të largët, por si një njeri? Përgjigjet nuk ishin të këndshme, por ishin të nevojshme. Vendimi që mori nuk ishte I menjëhershëm, por ishte I qartë. Ai nuk u përpoq të blinte jetën e pastruesit, as të ndryshonte realitetin e tij brenda natës. Ai zgjodhi diçka më të vështirë, të ishte I pranishëm. Të krijonte një hapësirë ku vajza e vogël të kishte mundësi, ku e ardhmja e saj të mos ishte e lidhur vetëm me mbijetesën. Pastruesi e kuptoi ndryshimin pa u shpjeguar. E ndjeu në mënyrën se si ai burrë shikonte vajzën, jo me keqardhje, por me një kujdes të qetë të përmbajtur. Nuk kishte premtime të mëdha, nuk kishte fjalë boshe. Vetëm një vazhdimsi që nuk ishte më e rastësishme. Vitet filluan të kalonin ndryshe. Varezat mbeten të njëjta, por jeta përreth tyre jo. Vajza e vogël u rrit pak nga pak, me hapa të vegjël, por të sigurt. Ajo vazhdonte të vinte aty, por jo më për të qarë. Vinte për të kujtuar. Dhe kjo ishte një ndryshim I madh. Miliarderi vazhdonte të vizitonte varrin e vajzës së tij. Dhimbja nuk ishte zhdukur. Nuk u zhduk kur. Por nuk ishte më një boshllëk I errët. Ishte bërë një pjesë e tij, një pjesë që udhëhiqte drejt zgjedhjeve më njerëzore. Në një nga vizitat e fundit që historia jon ndjek, ai u ul për herë të parë pranë varrit, jo për të mbyllur në dhimbje, por për të folur në heshtje. Nuk kërkoi falje. Nuk bëri premtime. Vetëm pranoi se jeta kishte vazhduar dhe se ai kishte zgjedhur të mos ishte më I largët. Pak metra më larg, pastruesi dhe vajza e vogël po e prisnin. Vajza tani nuk ishte më aq e vogël. Ajo e shikoi dhe buzëqeshi me një siguri që nuk e kishte pasur dikur. Një buzëqeshje që nuk kërkonte asgjë, por ofronte shumë. Ai u ngrit dhe ju bashkua. Hapat e tyre u përzien mbi rrugicën e ngushtë, mes varreve që kishin parë kaq shumë funde, por që tani po dëshmonin një vazhdim. Dhe ndërsa porta e varrezave u mbyll pas tyre, miliarderi kuptoi se fundi I kësaj historie nuk ishte vdekja as humbja. Ishte momenti kur një njeri që kishte pasur gjithçka, më në fund kishte mësuar çfarë do të thotë të japësh pa pritur të marrësh. Sepse ndonjëherë, jeta nuk të shpëton nga dhimbja. Të mëson vetëm si të jetosh me të. Dhe kjo, për disa njerëz, është forma më e pastër e shpengimit.